Përshëndetje të dashur vëllezër dhe motra në Krishtin. Sot, në temën e sotshme do të flasim për mbarimin e të gjithave. Shfaqja e dytë e Krishtit. Të gjithë ne krishterët, sipas atyre që dhe vetë Krishti tha, e shpadhën apostujt e tij të shenjtë dhe kisha e predikon nëpërmjet etërve dhe didaskalëve të saj të shenjtë, presim ardhjen e dytë të Zotit ton Jezu Krisht. Në simbolin ton të besimit themi për Krishtin, dhe do të vi përsëri me lavdi të gjykoj të gjallët dhe të vdekurit, mbretëria e të cilit nuk do të ketë mbarim. Pra, do të vi prap Krishti. Kjo do të jetë shfaqja e dytë e tij. Kur do të vi? E panjohur. E pyetën apostujt e tij: na thuaj, kur do të ndodhin të gjitha këto ngjarje të tmerrshme që do të ndodhin para shfaqjes tënde të dytë, dhe cila do të jetë shenja që do të paralajmërojë shfaqjen tënde të dytë të lavdishme dhe mbarimin përfundimtar të kësaj bote? Dhe ai u përgjigj: keni kujdes të mos ju mashtroj kush, sepse do të vinë shumë të tjerë, të cilët do të përvetësojnë emrin Mesia dhe do të thonë: unë jam Krishti. Dhe ata do të mashtrojnë shumë njerëz. Pastaj u numëron ato që do të ndodhin para shfaqjes së tij të dytë: luftra, krizaurie, tërmete, shumë profet të rrem, keqdashje dhe urrëtie e madhe, përmbysje kryengritëse, dëshpërim dhe shqetësim i madh në të gjithë kombet e botës, do t'i predikohet ungjilli i tij të gjithë botës dhe atëherë do të vi fundi i botës. Dhe në vend tjetër shton: atë ditë dhe orë që do të bëhet shfaqja e dytë dhe gjykimi i madh, askush nuk e njeh kurrë, as ëngjet e qiellit përveç Atit tim. Pra, shfaqja e dytë e Krishtit, si ditë dhe si orë, askush nuk e njeh, veç se Perëndia e din, siç thot vetë Krishti. Nga këto fjalë të Krishtit del në pa se sa mashtrohen dhe mashtrojnë mos respektuesit hiljast, do me thonë dëshmitarët e Jehovait, të cilët shumë herë e kanë përkufizuar se kur do të ndodhë shfaqja e dytë e Krishtit, dhe po aq herë kanë dalë bllop. Edhe pse kaq herë kanë dalë bllop, pa e korrigjuar veten, vazhdojnë të përkufizojnë se kur do të ndodhë shfaqja e dytë. Dhe ne themi se kur do të vi prap Krishti, askush nuk e di. Por si do të vi? Do të vi si mbret i lavdishëm i gjithësisë, me fuqi dhe lavdi të madhe, sepse atëherë nuk do të vi të shpëtoj botën, por për të gjykuar botën, të gjithë botën, të gjithë ne. Të gjithë ne do të paraqitemi të zbuluar para pangos gjyqësore të Krishtit, që të marrë gjithë secili prej nesh atë që i takon në varësi të veprave që ka bërë trupi ynë, të mira apo të këqija. Prandaj, kur të vi biri i njeriut me lavdinë e tij dhe bashkë me të edhe të gjithë ëngjet e shenjtë, atëherë do të ulet në fronin e lavdishëm të ndritshëm. Do të mblidhen dhe do të paraqiten para tij të gjithë kombet, do me thënë të gjithë njerëzit që kanë jetuar që nga fillimi i krijimit dhe deri në fundin e botës, dhe do t'i ndaj njërin nga tjetri ashtu si bariu i ndan delet nga dhitë. Dhe do t'i vendos të drejtët që janë të butë si delet në të djathtë të tij, ndërsa mëkatarët që janë të pasbutur si dhitë, do t'i vendos në të majtë të tij. Do të thotë që edhe e lavdishme edhe e frikshme do të jetë shfaqja e dytë e Krishtit. Aq e lavdishme dhe e frikshme, sa që ne nuk e kemi mundësinë dhe nuk jemi në gjendje ta përshkruajmë
madhështinë dhe lavdinë e saj, por e pamundur është edhe të përshkruajmë frikën dhe tmerrin që do t'i pushtojë të gjithë njerëzit gjatë shfaqjes së dytë të Krishtit dhe veçanërisht mëkatarët e papenduar. Këta do të qëndrojnë në të majt të gjykatësit të drejtë, duke vajtuar dhe duke u dridhur. Ngjallja e të vdekurve dhe gjyqi i madh, i përgjithshëm përfundimtar. Thamë që Krishti do të vi përsëri për të gjykuar të gjallët dhe të vdekurit. Thamë gjithashtu më parë që sapo vdes njeriu, bëhet një gjyq i vogël për të, gjatë të cilit besniku dhe i drejti ndjen dhe parashijon në një farë mënyre që nga i çast të mirat e parajsës pranë Zotit dhe qëndron në pritje të kënaqshme për gjyqin e madh dhe shijimin e plot të mirave të parajsës. Mosbesimtarët dhe mëkatarët përkundrazi, që nga çasti i vdekjes do të ndodhen në një gjendje të parashijimit të vuajtjeve të ferrit, siç tregohet në shëmbëltyrën e të pasurit dhe Lazarit, dhe që me frikë dhe tmerr është në pritje që të hidhet plotësisht në ferr. Por që të bëhet ky gjyq përfundimtar, duhet të paraprijë fillimisht shfaqja e dytë e Krishtit dhe që të gjykojë gjykatësit të gjallët dhe të vdekurit, të drejtët dhe të padrejtët. Duhet që para shfaqjes së dytë të Krishtit të bëhet ngjallja e të vdekurve, domethënë ngjallja e trupave. Kështu që do të bashkohet çdo shpirt me trupin që kishte në jetën toksore. Ky trup pas ngjalljes do të jetë i përfrymzuar dhe jo i matershëm. Dhe kështu do të paraqitemi në pangun e gjyqit të madh përpara Krishtit. Ngjallja e të vdekurve është një nga dogmat më të rëndësishme të besimit tonë të shenjtë dhe në shumë pika e vërteton Shkrimi i Shenjtë. Po vjen ora, thot Krishti, që të gjithë të vdekurit, të gjithë ata që do të ndodhen në përvarre deri atëherë, do të dëgjojnë zërin e Birit të Perëndisë që do t'i urdhërojë të ngjallen. Do të dalin të gjithë nga varret dhe të gjithë ata që në jetën toksore kanë bërë vepra të mira, do të ngjallen që të gëzojnë dhe shijojnë jetën e lumtur të amshuar. Por ata që kanë bërë mëkate do të ngjallen për t'u dënuar. Dhe apostulli Pavlo shkruan: Ja, po ju zbuloj një mister. Sigurisht që nuk do të vdesim të gjithë, sepse kur të vi Krishti në shfaqjen e tij të dytë, do t'i arrijë në jetë brezin e njerëzve që do të jetojnë në atë kohë. Pra këta nuk do të vdesin. Por të gjithë, domethënë edhe ata që do të jenë gjallë në atë kohë, edhe të gjithë ne që do të kemi vdekur, do të ndryshojmë, pasi trupi ynë i konsumueshëm do të bëhet i pakonsumueshëm. Dhe ky ndryshim do të bëhet kur të dëgjohet buria e fundit e mbinatyrshme. Në një çast sa hap e mbyll syt, të gjithë do të ndryshojmë, sepse ëngjëlli do t'i bjerë burisë dhe të vdekurit do të ngjallen të pakonsumueshëm. Dhe ata që do të jenë gjallë në atë kohë të shfaqjes së dytë të Krishtit do të ndryshojnë. Dhe në pjesën tjetër prap shkruan: Përderisa ne kemi vendosmëri të patundur që Jezusi vdiq dhe u ngjall, ashtu duhet besojmë që Perëndia do t'i ngjall edhe ata që vdiqën me besim tek Jezusi dhe të bashkuar me të, dhe do t'i dërgojë lavdishëm në jetën e amshuar që do t'jetojnë bashkë me të, sepse këto nuk po ja themi nga vetja jonë, por në bazë të mësimeve që na ka dhënë Krishti. Domethënë që të gjallët, ata që do të mbeten në ditën e shfaqjes së dytë të Krishtit, nuk do të arrijnë para atyre që kanë vdekur më parë, por ata do të paraprinë të takohen me Krishtin.
Dhe kjo do të ndodhë sepse vetë Krishti me urdhër, me zë kryeëngjëlli dhe burit e Perëndis do të zbres nga qielli dhe të vdekurit që kishin vdekur besnik të Krishtit, ata do të ngjallen të parët. Më pas ata që do të jenë të gjallë në atë kohë, njëkohësisht dhe bashkë me ata do të rrëmbehen nga rreth të mbështetur tek Krishti si meteor në ajër, nëpërmjet tokës dhe qiellit. Dhe kështu, pasi të jemi ngjitur me të në qiell, do të jemi në pafundësi me Krishtin. E theksua më parë që trupi që do të ngjallet nuk do të jetë i matershëm, siç ishte kur hyri në varr i vdekur, por do të jetë frymor dhe i pakonsumueshëm, siç ishte trupi i Krishtit pas ngjalljes së tij. Dhe për këtë apostulli Pavlo thotë: sepse ky trup i konsumueshëm duhet të vishet me pakonsumueshmëri, dhe ky trup i vdekshëm duhet të vishet me pavdekshmëri. Sipas kësaj analogjie do të bëhet edhe ngjallja. Do me thonë, mbidhet trupi në tokë, në varr, në gjendje të konsumueshme. Ngrihet, ngjallet, do me thonë, në gjendje të pakonsumueshme. Mbidhet dhe varroset në gjendje të papastër dhe erë të keqe, ngjallet në gjendje të lavdishme. Mbidhet në gjendje të smur, ngjallet i mbushur plot fuqi. Mbidhet dhe varroset si trup që merrte gjallëri dhe drejtohej nga fuqi më të dobta natyrale të shpirtit. Ngjallet trup që do të gjallërohet dhe do të drejtohet nga fuqitë pneumatike të shpirtit, i cili do të fuqizohet nga shpirti i shenjtë. Ka trup natyral, ka dhe trup frymor. Kështu është e shkruar edhe në librin e Gjenezës. U bë njeriu i parë, Adami, ekzistencë e gjallë, pasi u gjallërua me shpirt të gjallë, i cili i jepte jetë edhe trupit. Adami i fundit, do me thënë Krishti, i cili pranoi të gjithë ekzistencën dhe banimin brenda tij të shpirtit të shenjtë, ishte i mbushur plot me shpirtin e shenjtë që transmetonte jetë frymore. Por nuk u bë në fillim trupi frymor, por trupi natyral, në të cilin sundonin fuqitë më të ulta të shpirtit. Më pas u bë trupi frymor që komandohet nga fuqitë më të larta të shpirtit, të cilat shenjtërohen nga shpirti i shenjtë. Do me thënë, nuk do të marrim trupa të tjerë gjatë ngjalljes tonë, por të njëjtat që kemi në esencë, veçse me veti të tjera frymore. Për sa i përket kësaj, dhe Shënkiriri i Jeruzalemit thotë: vërtet do të ngjallet i njëjti trup, por jo me të njëjtat veti, sepse do të bëhet i përjetshëm. Nuk do të ketë më nevojë të jetoj me ushqimet që përdorim tani, dhe as do të ketë nevojë për shkallë për të ngjitur, sepse do të bëhet frymor. Por nuk mund të themi me përpikmëri se cili është ky trup dhe cilat do të jenë vlerat e tij. Dhe siç tha Krishti, do të ngjallen ata që kanë bërë të mira, besnikët dhe shenjtorët, që do të shijojnë jetën e amshuar. Prandaj, edhe shfaqja e dytë e Krishtit do të jetë e frikshme për të gjithë. Këta me gëzim dhe kënaqësi do ta presin paraqitjen e Krishtit, që të marrin pagën e tyre të drejtë të virtytit. Do të ngjallen edhe ata që kanë bërë mëkate dhe paullësi, por do të ngjallen për të gjykuar. Me gjyqin përfundimtar lidhet edhe fundi i botës. Fundi i botës nuk do të thotë se do të shkatërrohet dhe do të zhduket bota, por do të ndryshojë. Do të marrë formë të re, paraqitje dhe përbërje të re, siç thot Psalmi. Do t'i mbështjellësh dhe do t'i palosësh trupat qiellor si një robe, dhe ata do të ndryshojnë dhe do të bëhen të reja.
atëhere do të eklipsohet dhe do të zhduket i keqi dhe mëkati. Do të shfuqizohet, do të përjashtohet vdekja, pasi thot i fundit për të gjithë armiqve do të shfuqizohet dhe zerohet vdekja. Dhe gjithë natyra do të çlirohet nga kotësia të cilës ju nënshtrua për shkak të mëkatit dhe do të rinovohet. Jeta e amshuar e përjetshme dhe feri i përjetshëm. Përfundimi i gjyqit të përgjithshëm të njerëzimit gjatë shfaqjes së dytë të Krishtit është jeta e amshuar e të drejtëve, që qëndruan në të djathtë të gjykatësit të drejtë dhe dëgjuan: "Ejani ju që jeni të bekuar nga Ati im. Trashëgoni mbretërinë që është përgatitur për ju, që atëherë kur po themelohej bota." Dhe dënimi i përjetshëm në ferri mëkatarëve që qëndruan në të majtë të gjykatësit të drejtë dhe do të dëgjojnë: "Ju që nga veprat tuaja u bët të mallkuar, largohuni larg meje dhe shkoni në zjarrin e përjetshëm që është përgatitur për djallin dhe ëngjëjt demonët e tij." Dhe atëherë mëkatarët e papenduar do të dërgohen në ferrin që nuk do të ketë mbarim, ndërsa të drejtët do të shkojnë të shijojnë jetën e amshuar. Jo, nuk do të zhduken mëkatarët, ashtu siç pretendojnë dëshmitarët e Jehovait. Dhe as nuk do të torturohen për disa vjet, dhe joja do të pendohen dhe do të shpëtojnë, siç pretendojnë disa heretik. Jo. Ferr i përjetshëm është dënimi dhe shorti i mëkatarëve të papenduar. Shkrimi i Shenjtë madje përdor imazhe të tmerrshme për të prezantuar tmerrin e frikshëm të ferrit. E quan ferrin zjarr i përjetshëm, zjarr i pashuar, errësira absolute, krimbi gjigant që nuk flet kurrë, liqeni që dihet zjarr dhe squfur. Aty ku ka qarje me ulërim, klithma dhe kërcitje dhëmbësh. Pra, është tmerr i papërshkrueshëm. Dhe ky tmerr do të jetë pafund, i përjetshëm pa mbarim, pa patur shpresë ndryshimi apo përmirësimi të gjendjes së të dënuarve. Dhe jeta e amshuar do të jetë në mënyrë të paimagjinueshme e çmuar, e shkëlqyer dhe e gëzueshme. Është sipas shkrimit të shenjtë, kurora e lavdisë që nuk vyshket kurrë. Është lavdi dhe nder në lumturinë e përjetshme. Është kënaqësi hynore, pasi është jeta e mbretërisë së qiellit, ku shkëlqen dhe kënaqet djedhi i drejtësisë, Krishti Zoti jon, mbreti i mbretërve dhe sundimtari i sundimtarëve. Dhe si thot edhe Shën Grigori Nisi, duke përsëritur fjalët e vizuara: si është e mundur të përshkruhen realisht ato që as syri i njeriut nuk i ka parë, as veshi i njeriut nuk i ka dëgjuar, as zemra e njeriut nuk ka arritur t'i dëshirojë. Dhe as jeta e trisht pas vdekjes që do të kenë mëkatarët e papenduar, nuk mund të ketë ngjashmëri me ato që na trishtojnë në këtë jetë. Do me thënë, as që mund ta paraqesim trishtimin e mëkatarëve të denjë për ferrin, për të treguar një imazh duke krahasuar me trishtimet që po kalojmë në këtë botë, dhe për të konceptuar frikën dhe tmerrin e vuajtjeve. Dhe në një pjesë tjetër, i njëjti shenjtor shkruan: mos kujto se zjarri i ferrit është i ngjashëm me zjarrin që kemi këtu në tokë. Dhe kur dëgjon për krimbin gjigant, mos mendo se për shkak të emrit ka ndonjë ngjashmëri me krimbat apo gjarprinjtë e tokës. Tjetër është krimbi që shohim këtu në tokë dhe tjetër gjë është krimbi i ferrit. Krimbi që njohim ne është një lloj gjallëse e zakonshme, ndërsa
Ai është një përbindësh i egër që nuk mbaron kurrë. Dhe Shën Joan Damaskini shpjegon: nuk është i matershëm zjarri i ferrit, do me thënë, si zjarri që kemi ne këtu në tokë, por si ai që e njeh vetëm Perëndia. Vetëm Perëndia e di se çfarë është zjarri i ferrit, për ne është i panjohur. Kemi thjesht një imazh të frikës së tmerrshme të tij, që duhet na friksoj. Duhet të na bëjë të dridhemi vetëm me idenë e tij, që t'i shmangemi mëkatit dhe nëse mëkatojmë të pendohemi, që ta shmangim nga vetja këtë zjarr të ferrit. Për sa i përket se çfarë është jeta e amshuar, le të përmendim fjalët e apostullit Pavlo: unë gjit në qiell dhe pa me sytë e tij jetën dhe të mirat e parajsës, e tha dhe më pas shkruajti: të mira aq të lavdishme dhe të kënaqshme që në këtë botë as syri njeriut nuk i ka parë kurrë, as veshi njeriut nuk i ka dëgjuar kurrë, as nuk i ka imagjinuar mendja e njeriut kurrë. Këto ka përgatitur Perëndia për ata që e duan. Janë të tilla këto të mira, sa që është e pamundur që gjuha e njeriut të gjej fjalë për t'i përshkruar. Por çfarëdo që të themi tani është e paplot dhe e pamjaftueshme të na paraqitet me fjalë realiteti i jetës së amshuar. Tani i shohim si pasqyrim dhe si ëndër. Atëherë do t'i shohim siç në të vërtet janë. Dhe këto duhet të ndjekim gjatë gjithë jetës këtu në tokë. Do me thënë, të pastrojmë veten nga mëkati dhe të jetojmë ashtu siç urdhëron Zoti ynë Jezu Krisht në ungjillin e tij. Dhe atëherë do të mbretërojmë bashkë me mbretin dhe Zotin e përjetshëm të lavdisë, mbretin e mbretërve dhe sundimtarin e sundimtarëve. Në mbretërinë e tij qiellore si mbretër dhe ne, të lavdishëm, të përjetshëm dhe të pavdekshëm. Dhe mbretëria e tij nuk do të ketë mbarim, dhe bashkë me të edhe e jona, sepse mbretëria e tij nuk ka fund. Urojmë të bëhemi të denjë, të jetojmë të gjithë në këtë mbretëri qiellore nëpërmjet hirit të Zotit dhe shpëtimtarit ton të madh Jezu Krisht. Lavdi Perëndisë ton triadike. Kaq të dashur vëllezër dhe motra në Krishtin, ju uroj një vazhdim të këndshëm dhe mirë u dëgjofshim në tema të reja.